Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 29 maj të 2026. Kemi një ditë nga aparenca, do thosha unë, nga ndikime që kanë bënë, është një ditë e mirë, por nga ana tjetër na bllokon disi për gjërat që neve duhet të përshpejtojmë. Mirë është në një farë mënyre sepse kuptojmë për gjërat që kemi ose gjërat që do menaxhojmë. Duket se në ndikimet nëse neve menaxhojmë mirë, do kemi rezultate të shkëlqyera në punë, në karrierë dhe jo vetëm. Ajo që do të kemi në ndryshimet që kanë bëjnë në anën tjetër të çështjeve të mëdha që do të kemi, ka të bëjnë shumë me ndikimin më të madh të fushës së karrierës, por dhe disa persona të tretë që mund të ndikojnë ose të futen në fakt në lidhje me punën aktuale, të futen në disa gjëra të reja në punë ose ju të mësoni diçka të re në fushën e elektronikës, por juve që keni të bëni në fushën e biznesit ose jeni në banka të ndryshme, prandaj do të keni kujdes në këtë drejtim. Ajo që do të keni kujdes, shenjat impulsive, dashi, gaforia, peshorja, bricjapi të ditë dytë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Por gjithashtu është dhe një ndikim shumë i madh për sa i përket ndikimeve të mëdha udhëtimeve, në fakt mirë është që të jemi shumë të vëmendshëm, shumë të kujdesshëm për shumë gjëra, por megjithatë është një nga periudhat që mund të ndikojnë në gjërat tona dhe gjërat të ndryshimeve dhe punës, karrierës, gjithashtu edhe disa çështje të tjera që do veprojnë. Në çështjet që lidhen me bashkim familjar ose me ndikime të tjera, duket se është periudha dhe koha e mirë për sa i përket gjërave, sidomos shenjat e zjarrit kanë një përfitim mjaft të mirë në këtë drejtim. Tani, para se të fillojmë parashkimin e kësaj dite, duket se ka të bëjë shumë me gjërat, me ndikimet, me favorizimet dhe mundësitë që do të keni dhe doni që të bëni diçka të rëndësishme ekonomike, financiare ose gjërat e tjera që juve keni, mund të shikoni atje, duke parë aty, duke klikuar, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni që të dërgoni një mesazh ose diçka që në kohën që jemi live, se do jemi live dhe atëherë pastaj do klikoni dhe ndiqni hapet dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për ju që është dashit dhe duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të ndikuara në lidhje me takime, në lidhje me disa ndryshime të çështje të mëdha që kanë të bëjnë në anën e punës, lidhje me karrierën, lidhje me disa ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje, sepse ka të bëjnë edhe me ekonominë, por ka të bëjnë edhe me disa çështje financiare, me disa gjëra që ndryshe mendojmë, ndryshe gjykojmë, por megjithatë ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me takime, ka të bëjnë me vendime të rëndësishme në kohën e dur. Megjithatë, surprizat nuk do të mungojnë. Në lidhje me çështjet e dashurisë, duket se ka të bëjnë me vigëreshë dhe diçit parë, ujortë dhe diçit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, me që së demi duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft ndikuese në lidhje me punën, lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshime të mëdha që keni tani tutje, është një nga mundësitë që vërtet koha tregon për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimeve që do të keni, është momenti për sa i përket gjërave që keni, për sa i përket të punës dhe ndryshimeve në vazhdimsi. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me luan është perfektja, po edhe pse keni pasur disa çështje problematike të lëna pezull, por kjo mbetet për të parë për arsye të ekonomisë suaj, sepse doni të bëni diçka në fushën e karrierës dhe diçka i dytë, por meqense do ndryshoj vend pune, ka mundësinë për të rregulluar, stabilizuar gjërat e veta. Në çështjet që lidhen me lidhjet ose njohjet të palidhurit ka një ndikim shumë të mirë, sidomos nga dreka ka diçka pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Meqense binjakët duket se tani për tani janë në kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, do thosha unë duhet pak vëmendje dhe kujdes, jo të nxitohemi, se nxitimet nuk sjellin dobi, përkundrazi probleme në këtë drejtime, por megjithatë ka diçka shumë të mirë, sepse nisni diçka të re në fushën e karrierës, sepse binjakët kanë dhe kohën e tyre, momentin më të mirë të mundshëm që kanë tani e tutje, nuk ka vend për të shqetësuar, por ka të bëjnë edhe me punë, ka të bëjnë edhe me shumë gjëra të tjera në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën dhe gjëra të tjera
që do të keni tani e tutje. Në lidhje me çështjet, këtu do të pasur pak vëmendje, në lidhje me çështjet që kanë bëjnë me lidhjet afatgjat, është me shitje të artë dhe diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Çfarë ndodh me gaforet dhe ku gaforet nisin ose rregullojnë gjërat e tyre për sa i përket punës aktuale, për sa i përket gjërave të mëdha që keni, por dhe një mundësi shumë e mirë tani e tutje ku do të shikoni gjërat të ndryshojnë në fushën e karrierës, të ndryshojnë në lidhje me anën tuaj dhe gjërat e tjera që do të keni, mundësi që do t'ju jepen tani e tutje, por gjithashtu është një nga mundësitë ose kohën e duhur për të zgjidhur problematikat nga më të ndryshme që do të keni, por dhe një moment mjaft i mirë surprizues në një farë mënyre, por edhe kohën e duhur për nisma të reja në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, meqense me gaforet ka disa gjëra që vërtet është mjaft pozitive, sepse ka nisur gjërat ashtu siç ata duan. Ka një mundësi tani, një mundësi shumë të artë për arsye të ekonomisë, për arsye të ndryshimeve që ata kanë, por dhe një nga momentet më të mira që keni tani e tutje janë periudhat, koha e duhur për zgjidhur problematikat e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore, me dash, ka diçka shumë të mirë, por mos harrojmë se me britësjap, sado që të grindeni, janë grindje dashurie. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Për luanët duket se nga do që të kthesh, nga do që ta marrësh, si pozicion planetar, ku jepet mundësia dhe koha e duhur për sa përket zgjidhjeve, për sa përket kontakteve që mund të keni me persona të ndryshëm, por dhe momentet që ju keni tani e tutje, është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv për të zgjidhur çështjet problematike nga më të vështirat. Por një nga momentet dhe mundësitë më të mira që keni tani e tutje është kjo periudhë, sepse është një nga periudhat që do të diktoj, do të ndikoj në fushën e karrierës, do të ndikoj në fushën e punës ose të ndryshimeve të mëdha që do të keni tani e tutje, por është një mundësia mjaft e mirë mbi stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashët e diçit parë, me ujorët e diçit tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Me virgjëresha duket se edhe pse kanë qenë pak në dilemë për sa përket kësaj periudhe, kanë qenë në dilemë për disa gjëra që vërtet janë në fushën e karrierës, janë shumë të ndikuar dhe shumë pozitiv, nisin gjërat e tyre, nisin gjërat e karrierës së tyre, por dhe mundësitë e arta. Mundësitë e arta që do thotë momenti, do thotë koha e duhur për gjëra të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të diçit parë, me ujorët të diçit tretë, është perfektja, edhe pse një nga problematikat që mund të keni pasur, ose disa çështje që vërtet juve luani një rol shumë të rëndësishëm mbi atë që kërkoni, mbi atë që dëshironi apo adhuroni, por megjithatë është një mundësi mjaft e mirë takim pune, takim bisedime me ndryshime të mëdha që do të keni dhe koha tregon që është në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrepët e diçit parë, me binjakët e diçit të tretë, që është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese në gjëra që bëni dhe mundësitë e arta që keni tani e tutje. Nuk ka dhënë për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Në një çështje, një takim që do të bëni, është takim mjaft historik dhe pozitiv, është me ujorët e diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, peshore duket se tani në këtë periudhë është një mundësi shumë e mirë në lidhje me takime, në lidhje me bisedime të rëndësishme që kanë të bëjnë fushën e karrierës suaj, ka të bëjnë me gjëra që do të ndikojnë dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv mbi ato gjëra që ju keni, me ato gjëra që ju kërkoni dhe jeni mjaft të ndikuar dhe pozitivisht do ta thosha sepse jeni shumë me fat në këtë aspekt, keni gjitha mundësitë për të zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra që doni të bëni në lidhje me takime punë, lidhje me vendime, lidhje me ndryshime. Me ndryshime sidomos është një nga koha dhe periudha më e mirë e çdo njëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit të tretë, me ujorët dhe diçit të tretë, është koha perfekte dhe ndryshime të mëdha që vijnë drejt jush. Në një çështje që ka të bëjë me disa persona të rëndësishëm, siç është me gafore dhe me ujor, është koha më ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Akrepët duket se tani në këtë periudhë kanë pasur dhe janë në fakt në një drejtim tjetër, në indikim shumë të mirë për sa i përket punës, për sa i përket vendimeve që do të merrni, por meqense juve jeni pak shumë të ndikuar në lidhje me ekonominë, në lidhje me punën, në lidhje me disa gjëra që do të keni sa punë të reja tani, por nuk po i dilni dot për arsye të karrierës suaj, por edhe disa ndryshime të papritura mund të keni tani e tutje, është një moment mjaft i mirë dhe shumë stabilizues. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e diçit parë, me peshkët e diçit të tretë, është diçka shumë pozitive.
Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e shigjetarëve. Meqense shigjetarët duket se tani për tani kanë disa mundësi shumë të mira, mundësi të arta, mund të kemi gjërat që do të ndikojnë në punë, do të ndikojnë në karrierë, do të ndikojnë në gjërat e tjera që të kenë ndryshimin e madh që mund të bëni, por vetëm keni kujdes mos u nxitoni në marrje vendime, sepse duke pasur parasysh edhe në lidhje me karrierën, por lidhje edhe me punën tuaj që keni tani atutje, është një moment mjaft i mirë, është një moment që vërtet jeni shumë të stabilizuar në ekonominë tuaj, shumë të stabilizuar në gjërat që doni të bëni, por gjithashtu edhe diçka tjetër që mund të keni anën tuaj më pozitive dhe shumë ndikuese dhe rrezatuese në jetën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me akrepët e dishit parë, duket se ka diçka shumë të rëndësishme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek bricjapët. Për sa përket bricjapët duket se e kanë mundësinë, kanë dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikat, por meqense tani për tani nuk është se ka një diçka që nuk shkon, por meqense kjo periudhë është një nga periudhat më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime sidomos, i keni mundësitë, keni kohën dhe vazhdimësia duket se është e mbarë në anën tuaj në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, në lidhje me disa vendime, disa ndryshime të një pasqyrshme që do të keni, por janë ndryshime për të mirën tuaj, edhe do të ndikojnë. Bricjapët gjithmonë kanë qenë një hap para asaj çfarë ndodh dhe kanë dhe mundësinë, sepse është koha e tyre për stabilizuar ekonominë e tyre dhe jo vetëm në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me dëmt edhe diçka të tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujurit. Çfarë ndodh me ujorët? Ku ujorët kanë mënyrën dhe mundësinë e tyre për të bërë zgjedhjen e duhur në shumë gjëra dhe në ndryshime të mëdha që do të kenë tani atutje. Duket se kjo periudhë i ofron më tepër në ekonomi, i ofron më tepër në fushën e dashurisë, edhe pse jeni pak a shumë të ndikuar tani për tani, por mos mu shqetësoni sepse është pikërisht ky moment, është pikërisht kjo periudhë ku do të ndryshojnë shumë gjëra në jetën tuaj, shumë gjëra në vazhdimsi, do ta thosh, sepse është një nga kohrat më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, sidomos juve të dhjetëçit të tretë, ku është një mundësi shumë e mirë e tepër pozitive në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep të dhjetëçit të parë dhe gaforet të dhjetëçit të tretë, duket se gjërat janë mjaft pozitive dhe tepër konkrete në ato që doni të realizoni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Për sa i përket peshqive, meqense peshqit në këtë periudhë kanë mjaft të ndikuar pozitivisht, do të thosha unë, jo negativisht, kanë një mundësi shumë të mirë tani në lidhje me takime, në lidhje me disa promocione që ata kanë, është një mundësi mjaft e mirë dhe shumë pozitive, duke pasur parasysh çështjet e punës, duke pasur parasysh ndikimet dhe favorizimet të mëdha që vijnë drejt jush. Në lidhje me anën ekonomike financiare dhe disa ndryshime që mund të merret përgjegjësi në lidhje me përgjegjësitë që kanë bënë ose disa gjëra të tjera që do t'i keni në anën tuaj, por nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar në gjëra të mëdha në lidhje me takime, në lidhje me bisedimin, në lidhje me vendime të rëndësishme që do të merrni tani e tutje. Gjithashtu, lidhje me dashurinë kemi të bëjmë me akrep të dhjetëçit parë. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 29 maj 2026. Para se të ndajmë bashkë, nuk kujtoj edhe një herë, për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo në diasporë, të jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje, atje ndodhet sekretaria për të ndihmuar për gjërat që juve interesojnë. Atëherë duke blerë paketën tuaj në numër 4 të blerjes, shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin atje dhe më pas flasim bashkë në Viber apo WhatsApp. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, atëherë klikoni këtë butonin këtu, e klikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhet në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve. Nga një rrotulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë.